ishëm sonte në këtë foltore parlamentare qytetare dhe kudo që jeni, të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, të dashur demokratë e demokratë, mbështetës të opozitës, parlamentar të opozitës, miqtë e mi, liria është si një lumë të cilin me asnjë lloj përpjekje nuk mund ta ndalësh, nuk mund ta përthash. Po guxove ta bllokosh, ajo do të çajë një kanal. Pikërisht, kjo është platforma parlamentaro-qytetare që ne inaugurojmë sot para Pallatit të Krimit, para Pallatit të Krimit shtetëror ndaj shtetit shqiptar, zëvendësimit tij me narkoshtetin, para Pallatit të Krimit njerëzor ndaj shqiptarëve, që me qëndrimet e tij përzuri nga Shqipëria në vitet e qeverisjes tij më shumë se çdo pushtues i egër në tërë historinë kombëtare, para Pallatit, që në një krim monstruoz ndaj shqiptarëve i zvogloi ata dhe i rikthei 100 vite mrapa, para Pallatit që ka brenda diktatorin, sultanin dhe sultaneshën, Edvinin dhe Belindën,